Unë e di. Qëlloj shansi jo një zi se edhe. Ku lagja spitalit merr një nga investimet më të rëndësishme, më të shumë pritura prej kohësh i lënë masdore, me disiplinë ura të zeza dhe urave të bardha, ka vujt kjo lagja për të dyja dhe ka qenë një lagje që ka marrë gjithmonë pasoja në rastet e përmbytjeve, në rastet e problematika me ura të zeza, tashmë disiplinohet dhe ne hym pastaj me gjithë infrastrukturën e lagjës rrugore, ndriçim trotuar ku mundemi deri në sipër në Kala. Kështu që merr fund një histori tmerri me këtë punë e cila nuk do të ndalet. Pra, ndërkohë që ne vazhdojmë me këtë, ne kemi hap dhe prokurimin për 43 rrugë në qytet, në të gjitha lagjet e qytetit, edhe në ato ku KFV-ja nuk ndërhyjnë, ne do ndërhyjmë të rikuperojmë një qytet i cili tashmë nuk mund të jetë një qytet i arrum, i braktisur, nuk mund të ketë lagje problematike për sa i përket infrastrukturës. Kjo është detyra jonë dhe këtë detyrë mendoj se po e kryejmë. Sidomos për myket, se ju burrat jeni më